2 QMF, ato të Petrovës dhe të Godancit, ndërsa në Muzeqin edhe në Pjetërshtic i kemi renovu të 4 QMF-t. Edhe në urgjencën e QMF-s ne kemi bo ndërhyrje dhe renovime. Me funksionalizimin e QMF-s 3, do të bartet atje mjekësia familjare edhe shërbime tjera, ndërsa në objektin aktual do të mbetet vetëm urgjenca. Me 4 QMF të renovuara, të pajisura, të digitalizuara dhe me QMF në qendër të qytetit, mjekësia primare në komunën e Shtimës do të jetë model. Urdhëron zoti Ramusa. Digitalizimi faleminderit shumë Fillimisht brenda kryetari nikje asnjë shkollë për 4 vite se ka ndërtu. Se ka? Nuk e ka ndërtu. Nuk e ka ndërtu, thash. Është duke u ndërtu. Që u ndërtu ti edhe 3 vjet se ne kryen ato. Jo, është e kryer me shkoshje. Lema Midzozhin, qytetarët e Petrovës e shohin mos. Nuk e ka gjetë një qerë dhe ka gjetë 2. Thatë pa vërtet. Kuptone vetëm një ka qenë funksionale. Kuptone qytetarët të komunës Shtimës sa mirët ky me arsim, paramendoni sot data 17 shtator, mësimdhënësve ju mungojnë ditarët. Halo me ditarë si ka furnizuar. Paramendoni qytetarët sa mirët ky me arsim, për 4 vite qeverisje, me një shkollë i kanë rru 5 drejtar. Kushtrema po dëgjon. Me një shkollë i kanë rru 5 drejtar. Shumicën e shkollave i ka me UD. Kush janë ata 5 për saktësi? Arsyeja është kjo. Asnjë person, se ka probleme gënjy publikisht. Asnjë person nuk bashkëpunon me ta. Se kë mundohet me vendosë në shkolla militanta që dëgjojnë. Unë du m'ja dhon veçëm edhe 2 argumente. I ka konkurset e kurdistura. E ka mënu Lulzim Saitin drejtor, i njëjti i ka punësu bashkëshortën edhe vajzën në arsim. E ka shkarku Lulzimin, e ka emru Ylka Fizullohën drejtoresha aktuale e punësën Erleta Fizullohën në arsim, vajzën e Hollës Fatmire Mehmetin në arsim, edhe të zakën Zenie Veli. është i denoncum prokurisë, sepse kështu edhe para gazetarës si Gjara ka... Ajo profesoresha, ajo drejtoresha... Jemi duke përmend emra tani. Drejtoresha Ylka. Me amna po flasë janë pulsu. Profesoresha Fatmire është që 15 djetë sistem. Ky po e qunë do më nështë... E potencuva, as një shkollë nuk e ka fillu edhe se ka mërë. Kështu që kë nuk e ka prioritet arsimi. 3 vite. Në asnjë shkollë të komunës Shtimës fotokopje s'ka pas. Ju e keni prioritet? Sigurisht se e kemi. Sigurisht se e kemi. Çka ju në arsimin shëndetësi? Unë po insistoj më Zoti Sadiku. Çe ta shpjegoj. A nuk është prioritet? A nuk është prioritet kur nga një qerë janë bërë 6 qerë? A nuk është prioritet kur 13 shkolla janë renovuar? A nuk është prioritet kur janë investuar mbi 8 milion euro? A nuk është prioritet kur depolitizu se secili në shumica e drejtorëve të tyre kanë qenë politik? Zoti Aliu, ta dëgjojmë Ramusën. Si është digitalizim i plot i shkollave. Transport falas për nxënës nga zonat ku kanë largësi. Kabinete moderne lëndëve. Asnjë kabinet se ka. Asnjë kabinet se ka. Po e përsëris. 8 kabinete. Arsimi do të jetë prioritet. Shëndetësi po. S'ka që ka me bonë shëndetësi. Asnjë objekt. Ajo të kryme i ka gjetë kryne. Asnjë objekt për 4 vite se ka ndërtu. 4 QMF-ja i ka post ndërtune. Po vetëm të mbyllura kanë qenë. Qendrën kryesore të mëmërisë familjare edhe emergjencën e ka post përfunduar. Tash në fund fushatës e ka fillu një projekt për ndërtimin e QMF-s që e ka fillu në periferi. Let ma gjonë zoti Aliu, në cilin qytet të Republikës Kosovës ndërtohet QMF-ja në periferi. Ju premtoj qytetarëve të komunës Shtimës, si kryetar komune, nuk do ta zhvendosi QMF-n. Do ta zhbojsh ato që unisa? Nuk do ta zhboj. Që po del gjendë e mia, kjo gjendë mi zhbo projektet tona. Shërbimet e mjekësisë familjare do të kryhen në objektin ku janë tu. Çka do t'i bësh QMF-s që është ndërtuar? Në objektin e ri do ta aborti shërbimin e emergjencës, shërbimin stomatologjik dhe shërbimin e administratës. Nuk mundem unë me zhvendos mjekësinë familjare larg qytetarëve.
si shkollë qytetarë, 2